Në 72 orët e ardhshme hapet porta e fundit të dhjetorit. 4 shenja do preken më fort. Në 72 orët që vijnë, energjia e dhjetorit hyn në një fazë shumë të ndjeshme. Kjo nuk është një lëvizje e zakonshme dhe asnjë paralajmërim i lehtë. Një portë energjike po hapet ngadalë, duke nxjerrë në dritë çështje të mbetura pezull, ndjenja të shtypura dhe vendime që nuk mund të shtyhen më. Jo të gjithë do ta ndjejnë njësoj, por 4 shenja do preken drejt për drejt nga kjo ndryshim i fortë dhe vendimtar. Akrepi, në 72 orët e ardhshme, përballesh me një zbulesë që nuk mund të injorohet. Energjia po të shtyn të shohësh qartë një situatë që ke ndjerë prej kohësh, por nuk ke dashur ta pranosh. Në punë, një detaj ose veprim i vogël nga dikush tjetër hap syt dhe të bën të kuptosh ku qëndron realisht. Nuk është koha për përballje emocionale, por për vendime të ftohta dhe të mençura. Në marrëdhënie, heshtja flet më fort se fjalët dhe të tregon nëse lidhja është e vërtetë apo vetëm zakon. Financiarisht, kërkohet vigjilencë, sepse një zgjedhje e nxituar mund të sjellë pasoja. Energjikisht, kjo është një periudhë pastrimi të brendshëm, ku largohen iluzionet dhe mbetet vetëm e vërteta. Porta që hapet tani nuk vjen për të frikësuar, por për të çliruar nga një barë e padukshme. Nëse vepron me guxim dhe qartësi, kjo fazë shënon fillimin e një cikli shumë më të fortë dhe të qëndrueshëm për ty. Luani, këto 72 orë sjellin një test të fortë për vetvlerësimin tënd. Energjia po të tregon në mënyrë të heshtur se ku po investon forcën pa marrë kthimin që meriton. Në punë, një situatë të bën të kuptosh nëse po respektohesh për atë që je apo vetëm për atë që je. Reagimi yt duhet të jetë i qetë, jo impulsiv. Në marrëdhënie, mungesa e vëmendjes ose entuziazmit nga dikush flet më fort se premtimet. Financiarisht, është moment për të rishikuar shpenzimet dhe për të ndalur nevojën për të impresionuar të tjerët. Energjikisht, porta që hapet tani të fton të kthehesh tek vlerat reale dhe jo tek miratimi i jashtëm. Kjo periudhë mund të duket e ftohtë, por në të vërtetë është çliruese. Kur e kupton se drita jote nuk duhet shpërndar kudo, fillon të ndërtosh një stabilitet më të fortë dhe më të sinqertë. Ndryshimi që vjen tani të bën më të pjekur dhe më të sigurt në veten tënde. Binjakët, porta energjike që hapet në 72 orët e ardhshme lidhet drejt për drejt me mendjen dhe zgjedhjet e tua. Ke qenë i shpërndar mes shumë ideve, planeve dhe njerëzve, por tani universi po të kërkon fokus. Në punë, një situatë të detyron të zgjedhësh një drejtim të vetëm dhe të lësh pas alternativat që të lodhin. Në marrëdhënie, komunikimi bëhet vendimtar, por vetëm nëse është i sinqertë dhe i drejtë për drejtë. Fjalët e tepërta nuk funksionojnë më. Financiarisht, kjo periudhë kërkon organizim dhe kontroll më të madh për të shmangur stresin. Energjikisht, ndjen një nevojë të fortë për qartësi dhe rend. Porta që hapet tani të mëson se jo çdo mundësi duhet ndjekur dhe jo çdo ide duhet realizuar. Kur fillon të zgjedhësh me vetdije, mendja qartësohet dhe lodhja largohet. Këto 72 orë shënojnë një kthes të rëndësishme drejt stabilitetit mendor dhe emocional. Peshqit, për ty, kjo portë e dhjetorit hapet në nivel emocional dhe shpirtëror. Në 72 orët e ardhshme, ndjeshmëria jote rritet dhe të bën të kuptosh se një fazë e jetës po mbyllet. Në punë, paqartësia nuk është dështim, por shenjë se diçka nuk të përfaqëson më. Në marrëdhënie, bëhet shumë e qartë kush është realisht pranë teje dhe kush vetëm përfiton nga mirësia jote. Financiarisht, kjo periudhë kërkon durim dhe shmangje të vendimeve emocionale. Energjikisht, po çlirohesh nga pritshmëri të vjetra dhe iluzione që të kanë lodhur. Porta që hapet tani nuk sjell zhurmë, por sjell qartësi të thellë. Ky ndryshim të fton të vendosësh kufi pa ndjenjë faji dhe të zgjedhësh veten. Nëse e dëgjon këtë thirrje, hyn në një fazë më të pastër, ku ndjeshmëria jote bëhet forcë dhe jo barë. Këto 72 orë janë fillimi i një shërimi të rëndësishëm të brendshëm. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën e pranoj portën.
Bëj like që kjo energji të aktivizohet. Abonohu për mesazhet e ardhshme. Dhe shpërndaje këtë video me dikë që duhet ta dëgjoj tani.